Të nderuar bashkëdhetar, vazhdojmë atë udhëtimin ton të javor, udhëtimin ton javor në Florida, pikërisht në një nga pjesët më të bukura të Floridës. Pikërisht jemi në restorantin, do ta quaja unë, ose një mëngjesore, Tiffany. Këtu kemi zonjën Heleni, që është pronare e këtij lokali, që do na flasi pak për jetën para Amerikës, si dhe suksesin e madh që ka ajo në Amerikë. Mirë se erdhët në televizionin Kulturës Shqiptare, zonja Heleni. Ja, faleminderit shumë. Mund të kalohet jeta në Amerikë pa kujtuar vështirësitë, persekutimet që bëri ai regjim. Na flisni pak për të parët tuaj, për familjen tuaj në Shqipëri. Për familjen që unë linda dhe u rrita, Baba im ka qenë Kola Jazi, neve jemi nga Katundi Mursi, jemi afër Budrindos atje, Ai ka qenë shumë punëtor i madh dhe shumë njeri, me ato ndjenjat shqiptare, edhe shumë njeri i Zoti kishte kurdoherë që donte të bënte të prodhonte për familjen e tij, edhe për mbarvajtjen e vendit ton atje, Po, fatkeqësisht, sa filloi ai të zihej pak edhe të bënte diçka për familjen edhe për veten e tij, komunizmi erdhi. Komunizmi e arrestua, na kërkoi të në neve 3.000 cop lira. Na i folën vllai, akoma vllai i madh. Tha, e arrestoi të baban dhe i kërkojnë 3.000 cop lira, dhe baba i tha që unë s'kam para se unë investoj parat ato që bëj. Nuk kam, i tha. E rajtën e mbajtën 3 ditë brenda në Beruc, në Sarand. Edhe pasandajet e morën edhe e shpun në Gjirokastër në Burg, Vllai erdhi i madhi, mblodhi që kishim nga nëna neve, që si e kanë zakon në Shqipëri në atë kohë, bim paj, gjëndera, flolojrira, kështu, edhe i kishim nga nëna neve, se nëna na vdekë kur i kje shumë e ret, 34 vjeqe, edhe në rriti gjishje neve me baban dhe halat, Erdhëna, i morën të gjitha se që kishim nga nëna, të gjithë sendukun, si i thoni juve, karselat, të mbushura me plashka që nuk ajo s'arriti t'i gëzonte, se vdikere, Edhe të gjitha dhe ato florit që kishte dhe ato dhe vajti i shpuri në Sarand, zotit Toger Kadros, Kadua isha here në Sarand, Edhe i tha, po ku i keni fshehur të tjera, i tha, ku i keni të tjera, i tha, paret. S'kemi të tjera pare, i tha, vllai, këto, i tha, janë tha nga të nënës tonë që kanë vetur, i tha, edhe ju baban e keni atje, i tha, Ata nuk e besojtën, e morën e vunë në Burg. Vajta unë e gjeta me gishen, isha voglu, e gjeta e kishën vënë në një kjosha ashtu, edhe me duart kështu, edhe me një këmbë të ngritur, Edhe zuri gishja edhe bërtiste, që janë këto që bënë ju kështu thotë Enver Hoxha, kështu thotë, si u bë kjo punë, Edhe zonë e shtitën gishën time, edhe rapër dhe vravi qapokun dhe nuk jetë do të me kja eren, Përsandajet na morën, u arratis vllai, na morën internim, të gjithë vetë, ishim në kamës në Tiranë. Edhe baban e prurën nga Burreli, nga Burku, e prurën në internim atje. Edhe vllane e mesme ishte në shkollë, në mesme në Sarand, e hoqën nga shkolla dhe atë, edhe solën atje në internim. Çfarë vitesh flitet? Kjo ishte nga 29 deri në 53, ishim neve në Tiranë, në Kamës. Pasandaj baban e shpunë në Savër, në Luzh. Ndë një 6 muaj atje, pasandaj e shpunë në Cërik të Elbasanit. Atje që bënin në ferma, bënin duhan, çfarë bënin. Atje i shkretik, ka vuar me njerëzit më të mirë të Shqipërisë atje. Edhe nga Vlora, nga Dukati, kishte nga, ishte ai Hasan Bilushi, Bejo Kalua, ishën, të gjithë këta ishën nga Dukati. Edhe kishte atë shehun, si e thoshën, Azem Shehun,
Edhe ai ke nga Vlora, Andeza ke, nuk e di po e ke dëgjuar. Pra, truri i Shqipërisë, intelektualët e Shqipërisë, që të gjithë ishin në burgjet e Enver Hoxhës. Burgjet e Enver Hoxhës të gjithë. Edhe goditi që kishim vajtur neve atje me vëllain të vizitonim baban, edhe kishin ardhur nga dega e Tiranës, edhe mbanin fjalim. Ishte kamp gati 1500 veta atje në kamp. Edhe kur e dëgjova atë që thoshte, u thoshte, duhet të bëni, se ka Enver Hoxha ka bërë apelin, që të gjitha ata që kanë njerëz të arratisur, të thonë, të shkruan që të kthehen prapë në Shqipëri. Edhe neve nuk i dënojmë, po të vinë në Shqipëri. Edhe mbaj mend atë që kishte ardhur nga dega Tiranës atje, isha e vogël, po kishim ndodhur atje kur erdhi ai, në vizitonin baban. Edhe u ngrej një nga Korça, edhe i tha një Aleko Konduli, ke avukata i përpara në Korçë. I tha, po si, i tha, ti, i tha, u jep apel atyre të vinë të kthehen në Shqipëri, i tha, kur neve, i tha, burqet edhe internimet janë plot me njerëzit më të mirë të Shqipërisë, i tha, ata që kanë luftuar për Shqipërinë, i tha, edhe a ishte një Aleko Konduli dhe një Zenel Beu Burdani, nga Burdanajt, Edhe i tha, both të dijuve, i tha, kur të ndroni këtë kokë që keni, i tha, a herën, i tha, do dili nga internimi, i tha, nga kampi i Savrës, i tha. Këto janë gjërat që duhet të dinë rinia sot me se që ka shkuar Shqipëria dhe njerëzit tamam që ka qenë patriota shqiptar edhe kanë luftuar për Shqipërinë. Dhe babai im luftoi, edhe ku ashtu me partizanët kundra partizanëve të ishte me balli në herën, që kur ishte balli. Edhe ishte ndihmonte kur duhet për Shqipërinë nga hera, po neve ishim që vojtëm. Unë isha fëmijë dhe ata veja të vizitoj baban më vëni në Beruc. Fëmijë mua 14-15 vjeqa atje, pse veja vizitoja baban. E kush që, ai ke Shqipkolaja dhe shqiptari më i mirë, që luftonte për Shqipërinë me të tjerë shqiptarë si ai, bura, tamam edhe të edukuar. So, rinia e sotshme duhet të di këto gjëra, për gjishrit e tyre dhe për prindrit e tyre për ata që kanë vuar. Unë mendoj, jo vetëm rinia që po e poshtë, e drejt kjo, po dhe ne që jemi moshuar se sa rinia e sotme, nuk dim shumë gjëra. Të falenderoj shumë që gjete kohë, sepse jeni shumë e zënë me punë, që të ndani ato mendimet, kujtimet tuaja për të parët tanë. Unë era për tjetër gjë në fakt këtu, po mendoj se është më rëndësishme kjo që po flisni ju, se sa biznesi juaj. Zonja Eleni, kur erdhët në Amerikë? Edhe si erdhët dhe qyshe tek? Sepse do të vim dhe herë të tjera. Babai më e liruan më në maj të gjazjetës. Erdi në fshat, as i fliste njeri, nuk dilte jashtë se ishim kulak. Ishim të dënuar neve nga keveria Enver Hoxhës. Edhe na kishën zjerë nga shtëpia, na kishën marrë shtëpi, ishën 4 familje oficera në shtëpi. Edhe tha, së shtjetë më për neve këtu, tha. Unë isha e vogël akoma, isha kur ikëm u arratisëm neve, 21 vjeqe isha, në gjazjetën. Falë të shti, pse ju jeni arratisur? U arratisëm babai të 2 vëllezrit edhe unë, më 10 dhjetor të gjazjetës u arratisëm neve, që nuk, asnjëherë nuk mendojmë që mund të kalonim kufin, pse neve kishte piramida atje, kishte elektrik fence, sirma, që i thoni juve, Edhe, po babai tha, neve tha të vdekur jemi, se jemi. Tha, po, Zoti e ka parë, tha, që neve sa kemi vuar, tha, do në ndihmoj Zoti ta kalojmë kufin, tha. Edhe këshu nisëm 10 dhjetor, ishte ditë e premte mbrëma, shisa u kishëm kthyer nga puna, nga ferma e Vrinës neve, se në fshat s'na donin kooperativa, ishim kulak neve, punojim në fermë. Edhe u nisëm, koma më ndri, lam gjishen që në rriti, lam që gjanë sakat. Me një fëmi.
Edhe asë gjyshes nuk I tham, va me puthëm gjyshen e zumë një kjarë, po që ik me druposh të vëmë në zjarë, më tha gjyshja. Ku e din të ajo që neve një nga një ikë më hodhëm kopshtit poshtë edhe u nisëm, tokave të gjithë sa që dollëm në kufi atje në lumë, sa kemi një lumë të madhë neve kë shkon afër kufi, lumi Pavlo I thonë, edhe atje vlaj përsta ndaj I mesmi, atje kë shumë frikë se më nëzëm të patrulla në anën tjetër, edhe atje vlaj, vullëm të gjithë ushtrim në aturën e lumit atje, edhe a I shikonte, shtronte, edhe tha, unë do dalë nga anë tjetër, tha, do hidëm. Sa vetë bëshit, sa frymë bësh? Të di vlezrit e mi, Semi, Stevi, baba im, edhe unë. Edhe vlaj, ose nga në njëherë patrulla është në adhështë, erdi na mori neve me banjë, një nga një, na hodhi në anën tjetër të lumit, edhe andje u nisëm pas andaj malit. Vlaj. Vlaj, ai u hodhë për para, të shinte se apo kishte gjë patrulla atje, apo dëgjonte patrulla, po të dëgjonte do binim në lumë, edhe mos në zënin në dorat atë mbiteshim dhe atje dilte në det lumi jonë. Binte në det ja fushtarandës. Ta, më mirë të vemi të mbitemi se të në zënë ata në duar, ta, për patrullat. So u hodha I për para, ishte kjetësi dhe erdi na mori një nga një neve, edhe pasandaj fillojtëm malit neve, edhe dollëm lartë, kur dollëm në piramide, lartë, thank God, nuk patëm do një problem, Po mirë, a e dinit ju, ishit sigurt sepse dhe anën andej do të prisnin mirë? Dhe mund mos u kthenin prap? Kalonim kufin, thoshim, si do të jetë, grekrit nuk do na dorëzojnë, thoshim, se e kishën ajo ishte, se e kishën të gjithë ka shtetet komunizm, po të hidheshin, si për shembull në, me dhe herën dhe Makedonia, dhe ato ishin si komuniste, po Grekia kishte afer, ose po në Itali svejëm do të neve, do vejëm e varka në Itali, se juve kishit në Vlorë, So, e shkonim Andeza, edhe atje u hodhëm, dollëm në piramide lartë, u këthijem dhe njëherë e pam fshatin dhe shtëpin, atje u zumë qaf për qaf, edhe atje u hodhëm vlaj, preu pak atë alarmin atje, edhe ngriti atë sirmën lartë, telat, edhe dollëm në anë tjetër, në erdhen ushtarët në morën, në Janin ishëm, në kishim brënda 4 muaj në Janin, në atë zirat e atyre alfadhio, si I thonë ata, neve s'dinim as grekisht. E babaj dinte pak, unë dhe vëllezërit nuk dinim fare grekishe, Sa atje në mbajtën, pasandaj vëllezërit I kënë vajtën në Itali, sa atje ke vëllai madh në Itali, edhe unë dhe babaj atje në Janin, po burri im ishte aratisur në 54-ën nga Shqipëria. 54 në erdi dhe morën familjen ata, u kështë bërë dorë ajre, nishën vrarë dhe ushtarë në kufi. Kur burri mori motrën, kushriu tja mori nënën, Në atë kohë ti ishe e martuar, jo? Jo, si shame. Po ti u njohë këtu me burrin më vonë? Po e njënim se a ishte nga një, në fshatin ton ishte rritur, Edhe a ishte në Detroit, Kur u arratisëm neve dollëm në Greki, a I e pa në gazeta greke që del në Detroit, që thoshte një familje shqiptare nga Katundi Mursi, Kola, Jazi me fëmijtë, është arratisur dhe ishte në kujdesën e keveris greke. I foli babajt veta, ishte vjerimi, ishte në Gumenica herën atje, ishte arratisur në 28-ën. Edhe I tha babajt vetë, po është e vërtet kjo që pash në gazet, I tha, po, I tha, I kanë ardhur, po nuk në lejojnë akoma të shikojmë, I tha, Edhe këshu në nëzjorën, në vonë atë kampin e migrantave të atje, ishim, so pas një viti erdi burri im nga Amerika, me martovi mua, ishte shkruajmë libra, janë. U martuam neve, erdha unë me burin në Amerikë në Chicago, a I ke në Detroit për para. Pësë në erdhëm Chicago, neve se kishim nga anajon atje. Edhe ashtu unë pasandaj sola vlezrit nga Italia, sola vlan e madh me familje, pasandaj sola të di vlezrit. Dhe çfarë vitesh?
Kjo në 63 sola vllanë e madh Stefanin me familje, edhe në 65 sola vllanë të dy vëllezërit që ishim arratisur së bashku nga Italia, edhe në 66 sola baban nga Grekia, edhe unë mblodhëm të gjithë ronim së bashku si në Shqipëri. Nga ato peripeci aq të mëdha që kanë kaluar kufirin, unë kam intervjuar shumë të moshuar të tillë që janë arratisur nëpërmjet Bunës, nga ana e Veriut, nëpërmjet atyre lumenjve të Akut në Dimër, apo edhe sot kjo intervistë tepër interesante që ngjan tamam një filmin të Hollywoodit. Edhe këtë them padyshim që është, sepse është histori reale, vetëm lot, po sido që tjetë hidhemi në vitet tona, është kthyer, si thua, kjo vuajtje është kthyer në mirësi, në një biznes suksesshëm. Destinacioni jonë në fakt ishte erdhëm këtu në këtë restorant për tjetër gjë, për të parë suksesin e madh, suksesin e madh biznesit, por me këtë intervistë po e lëmë kaq, sepse nuk mund të jetë e bukur suksesi i biznesit me këtë histori kaq të dhimbshme, por edhe fitimtare, si thua. Kam këmbën nga jam diabetik edhe. Okej, kjo është çfarë? Plumbi? Ja. Më fal, çfarë është ajo? Ajo ishte në 45 kur fitoi të Partizanët. Në 45. Në fshatin tonë, ishte ditë e Pashkës, edhe dollëm nga kisha dhe ushtari ishte ushtria atje, ishin vajtën edhe sikur gjoja për festën, ata vrajtën 20 veta në fshatin tonë, edhe u plagosëm shumë. Unë isha fëmijë, shikëm në këtu, mori plumbi secja do të për një vit, ashtu. Edhe shumë të tjerë vrane. Faleminderit shumë zonja Eleni për këto minuta. Ju urojmë shëndet dhe suksese. Do të vim përsëri. Shumë faleminderit. Gëzohem që juve akoma mundoheni për Shqipërinë, edhe për të gjithë shqiptarët, gjithë botës, edhe më tepër këtu në Amerikë jemi mbledhur shumë këtu. Edhe në bani emrin edhe atë të Shqipërisë mos ta humbim fare.